Mendo për fëmijë do të bëhesh i pasur. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkoi të joshte pilotin e Nicolas Maduros për të tradhtuar udhëheqësin Venezuelas. Agjenti federal kishte një ofertë të guximshme për pilotin kryesor të Nicolas Maduro. Gjithçka ai duhet të bënte ishte të devijonte fshehurazi fluturimin e presidentit të Venezuelas drejt një vendi ku autoritetet amerikane mund të kapnin udhëheqësin e fortë. Në këmbim i tha agjenti pilotit, në një takim të fshehtë, aviatori do të bëhej një njeri shumë i pasur. Biseda ishte tensionuar dhe piloti u largua pa u angazhuar, megjithse i dha agentit Edwin Lopez numrin e tij të celularit, një shenjë se ai mund të ishte interesuar të ndihmonte qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë 16 muajve të ardhshëm. Edhe pse u tërhoq nga puna e tij qeveritare në korrik, Lopez vazhdoi përpjekjet duke biseduar me pilotin përmes një aplikacioni të mesazheve të enkriptuara. Saga e patreguar dhe plot intrig se si Lopez u përpoq të rekrutoj pilotin ka të gjitha elementet e një trillimi spionësh të luftës së ftohtë, avion privat luksoz, një takim sekret në një hangar aeroporti, diplomaci me rrezik të lartë dhe joshja delikate një nënpunësi kyç të Maduros. Kishte madje dhe një manovër finale të synuar për të tronditur presidentin Venezuelas rreth besnikërisë së vërtetë të pilotit. Në një plan më të gjerë, skema zbulon shkallën dhe shpreh mënyrën e pakujdesshme me të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës është përpjekur prej vitesh të rrëzojë Maduron, të cilin e fajson për shkatërimin e demokracisë së vendit më të pasur me naftë, ndërsa u siguron mbështetje trafikantëve të drogës, grupeve terroriste dhe Kubës komuniste, që kur është rikthyer në shtëpinë e bardhë, Donald Trump ka mbajtur një qasje edhe më të ashpër. Këtë verë presidenti ka vendosur mijëra trupa helikopter sulmues dhe anije luftarake në Karaibe për të sulmuar anijet e peshkimit të dyshuara për kontraband kokaine nga Venezuela. Në 13 sulme përfshirë disa në Oqeanin Paqësor Lindor, ushtria amerikane ka vrarë të paktën 57 persona. Këtë muaj Trump autorizoi CIA-n të kryejë veprime të fshehura brenda Venezuelës dhe qeveria amerikane gjithashtu ka dyfishuar shpërblimin për kapjen e Maduros mbi akuzat federale për narkotrafik, një lëvizje që Lopez u përpoq ta shfrytëzonte në një tekst mesazhi dërguar pilotit. Ende po pres përgjigjen tënde, i shkroi Lopez pilotit në 7 gusht, duke bashkangjitur me një link të një deklarate për shtyp të Departamentit të Drejtësisë ku njoftoi se shpërblimi ishte rritur në $50 milion. Detajet e planit, i cili përfundimisht dështoi, janë nxjerrë nga intervista me 3 zyrtarë aktual dhe ish zyrtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës si dhe një kundërshtar të Maduros. Të gjithë folën me kusht anonimiteti, sepse ose nuk ishin të autorizuar të diskutonin përpjekjen ose friksoheshin nga akmarrja për zbulimin e saj. Associated Press gjithashtu shqyrtoi dhe autentifikoi shkëmbimet e mesazheve midis Lopez dhe pilotit. Përpjekjet për të gjetur pilotin generalin Venezuelas Bitner Villegas nuk patën sukses. Departamenti Amerikan i Sigurisë së Atdheut dhe Departamenti i Shtetit nuk komentuan. Qeveria venezuelase nuk ju përgjigj një kërkese për koment.